Në fuqi me 5 prill do flasim me ekonomistin Safet Gërgjaliu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mi sugjejmë. Si dhe kemi njësën e politikave në Shtetet Bashkuara, Bardh Zherka. Mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, Gërgjan. Atëherë, dje kemi marrë lajmin për vendimin që mori Donald Trump. Si do ta ndikoj Kosovën, Gërgjaliu? Në rrem parë besoj që ky paralajmërim ka qenë më hershëm dhe do të thotë vetë fakti që ka filluar një epokë e re apo një rirënditje e re globale me trumpizmin. Evropa dhe shumë shtete tjera kanë pritë masa të tilla. Në rend të dytë është qetësuese që këto masa përballë Evropës dhe vendet Ballkanit përndimor analizohen vetëm në aspektin ekonomik, por jo në aspektin politik, gjeostrategjik dhe në veçanti në aspektin e sigurisë në Evropë. Dhe ajo që ka shumë interesante, ne gjithmonë bisedojmë këtu apo i komentojmë efektet e këtyre masave në aspektin e tregtisë klasike, do të që ka të bëjë vetëm me këmbimin e mallrave, po ja na shkalojmë rëndësinë e shërbimeve, kur dihet fare mirë që nëse Evropa eksporton mallra në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vlerë prej 504 miliard euro, importon 347 miliard euro mallra, është vlera e shërbimeve që importon Evropa nga Amerika në 108 miliard euro. Prandaj besoj kjo është ajo esenca apo substanca që e karakterizon partneritetin strategjik mes Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane. Në këtë drejtim besoj që Evropa po tregon maturi, nuk ka një eufori, do thotë revanshiste. Befasoj pozitivisht qasja e kryeministës Italisë Zonës Meloni për një maturi që të ulet të bisedojmë. Në fund të fundit e tëra kjo është një rirënditje e re amerikane ku dëshiron të fuqizohet ekonomia amerikane, por besoj edhe Kosova edhe vendet evropiane janë shumë më tepër kolateral në raportet tregtare mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sesa që janë të destinuara apo të orientuara për të dëmtuar vendet evropiane dhe ato të Ballkanit Perëndimor. Ajo që ka duhet vërtet të kihet parasysh është fakti që nuk kemi komoditet të themi që këto masa nuk do të ndikojnë në ekonominë kosovare dhe në aspektin e ekonomisë të Ballkanit Perëndimor. E them këtë bazuar në faktin që ekzistojnë lidhje direkte, indirekte dhe perifere, nëse do goditet Evropa dhe Bashkimi Evropian, që është partner strategjik i Kosovës, definitivisht do të importohet impakti i këtyre masave në Kosovë, por vetë fakti që dje presidentja Osmani Dulmi në qendrim që taksa që besoj më tepër se 50% e qytetarëve të Kosovës nuk e kanë ditë që ekzistojnë 10% tarif në import të mallrave nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është diçka që duhet të mbështetet dhe në fund të fundit po e shihni që qasja amerikane nuk është dëmtimi drejt për drejt, po një avancimi i një dialogu bilateral mes shteteve që partneriteti të ketë një decentralizim nga forma vertikale në formë horizontale, sepse çdo ekonomi evropiane ka karakteristikat e veta. Ti thush diku që në vitin e kaluar vetëm Gjermania, në vitin 2023, Gjermania ka pas 156 miliard euro eksporte, Italia ka pas dikun ka 67 miliard, Irlanda 50% të eksporte ka pas me Shtetet Bashkuara të Amerikës me 52 miliard euro. Besoj që po e shihni sa është rëndësishme normalizimi i këtyre raporteve dhe në aspektin psikologjik dhe sociologjik besoj që jemi dëshmitar të një euforie të trumpizmit që sot reagon me vull, po me kalimin e kohës, siç ka qenë rasti i Meksikës dhe i Kanadës, do të thotë e çetson situatën. Në këtë drejtim besoj që këto masa do të jenë kalimtare. Mirë, Bardh, mendon që Kosova mund të negociojë për përjashtimin nga këto taksa, do të jetë e mundur apo jo? Kosova besoj që i zhdasht mas pari me pas një qasje kundrejt politikës jashtme. Me e pas, po thamë edhe një herë. Duna me cej këtë, për shkak se nuk e kemi. Që kjo është problemi jo në kryesor. Për hesab të amin, kur jemi të taksa, edhe presidentja e mon një qëndrim, edhe del ministri në vreke financave, ku e mon një qëndrim jo krejt tjetër, po edhe tenton me minimizu rolin e presidentës, atëherë këtu e shohim që problemi jonë është ma i thellë se sa taksa 10% e Amerikës. Sepse kemi një farë përplasje në mes të institucioneve të larta. Po, edhe problemi është që na nuk kemi qëndrim. Na nuk kemi qëndrim për asgjë. Domethënë që edhe kemi pa që ndryshimet globale janë çështë të shpejta, çështë për njëhershme.
edhe na shohim që na nuk ndodhemi kërku në radarin e këtëne superfuqive të cilat veç kam fillu me pa politikën komplet ndryshe. Unë ma shumë, për mos më nalë veç të taksa, unë ma shumë isha nalë të ajo se qysh ka ndiku të Evropa edhe të Amerika për ndikojnë këto taksa edhe kjo qasje e Trumpit. Për mendimin tem, ardhja e Trumpit ka qenë një shkundje për Evropën, edhe që ka pa të mbet mas kësaj me u pa është të cila ka me ndiku ma mirë, a të Evropa apo të Amerika. Unë po mendoj që momentalisht Evropa është në një pozicion ku është të e kontrolu këtë trumpizmin. Pra ka qenë i përgatitur me ndryshimin që mund të vije pas ardhjes së Trump në pushtet? Nuk e di, a ka qenë e përgatitur, apo është mobilizu. Apo e njeh Trumpin politikën? Apo është mobilizu, po që ka përshet tash në këtë rast prej Amerikës, nështë është një lajmë i mirë edhe për neve edhe për Evropën, për shkak se qasja momentale e Trumpit, po besoj që ka me ndiku jashtëzakonisht mirë që fryma e djathës ekstreme, sidomos në Evropë, me u dopsu bukurshëm. Po gjithashtu edhe në Amerikë, ku po besoj që në midterm election, nëse kështu vazhdohet, nëse kë ka me konë stock marketi, që është jashtëzakonisht rëndësishëm për Amerikanët, po besoj që ajo harta cilën Amerikanët, cilën Trump me shumë krenari është përfaqë gjithka, me fitoren e ti, po besoj që ka me konë krejt e kaltërt. Kështu që më shumë isha koncentru të që kjo që qysh ka me ndiku të që to dy frymat cilat momentalisht janë në përplasit vazhdushme edhe janë të e kontrolu komplet sistemin global. Mirë, nëse mund të ndalmi pak edhe tek ngritja e çmimeve, zotëri Gërgjaliu, që është shumë aktuale kohëve të fundit dhe sapo e diskutuam edhe në një panel tjetër, do doja të flisja për këtë çështje me ju që edhe Kosova flitej të bëhet pjesë e projektit të gazifikimit të Thëngjillit. Çka mund të na thoni për këtë mundësi? Po ndala në pyetjen e parë, po ndalina me kolegun dhe vazhdoj me dytën. E para është e vërtetë që Kosovë, që bëhet një analizë e këtyre masave nga Trumpi, Kosovën e zgjen në pozitën më të vështirë. Jemi pa institucione dhe po mungon një vullnet për të krijuar institucione të mirëfillta për të mbrojtur interesat qytetarëve të shtetit. Jemi në masa dhe në sanksionet të Bashkimit Evropian, kemi një mungesë të stabilitet politik dhe kjo definitivisht po e vështirëson do thotë situatën aktuale, jo vetëm politike, po edhe ekonomike dhe gjeostrategjike. Kur këtë parasysh fakti që nuk kemi diplomaci fare, ose kemi një diplomaci qoftë ekonomike, qoftë politike, inerte, atëherë nuk duhet habit fakti që definitivisht Kosova është e anashkaluar nga këto procese dhe është ky dëmi më i madh që po i bëhet realitetit. E dyta, kohëve të fundit vërtet ka debate të shumta, ka argumente, kundërargumente, por edhe në çmime nga ana institucionale për ata që kundërshtojnë ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, besoj që është një hap që do të ketë efekte zinxhirore negative, qoftë në ekonomi, qoftë në biznes, po në veçanti në ekonominë familjare në këtë kohë të post-inflacionit që e ka kaplu Evropën e viteve të fundit. Ajo që ka mbrengos më tepër gjithë flasën dhe kundërshtojnë mungesën e rritjen e çmimit, mi pas kush nuk bisedon për çështjen e investimit në kapacitetet të reja si të dilet. Është vërtet që këto ditë në Amerikë është një debat shumë interesant i udhëhequr nga një institut strategjik që ka të bëjë me Thëngjillin e Kosovës. Besoj që këto ditë në Departamentin e Shtetit për Thëngjillin do të debatohet për gasifikimin apo për procesin e gasifikimit të Thëngjillit në Kosovë. Duhet të theksohet se analizat e prezentuara në vendet të ndryshme të botës në Amerikë, në veçanti në Kinë, me informacione nga Gazpromi rus, para sa viteve është konstatuar që Kosova ka afër 15 miliard ton
do të lignitit apo të thëngjillit, dhe tani gasifikimi do t'jetë definitivisht një projekt i cili para 4 vite është stopu nga vetë fakti që nuk ishte zoti Trump apo u largu dhe tani është reaktivizu kjo ide, do t'jetë një metode cila vërtet do t'a shpëtojnë nëse do t'implementohet Kosovën ekonomikisht, dhe ajo që është shumë interesante. Do të pozitivisht nëse dhe Kosova Unë besoj që politika e Trumpit... Ka mundësi që politika tona ta refuzojnë? E kaluara e vërteton këtë që po e thoni ju, sepse kemi pas projekte të shumta të cilat kanë dështu, mirë po qasja e trumpizmit është që nuk është ma ajo fjalia e famshme take or leave it, por vetëm take it. Dhe dyta besoj që kë lignit dhe kjo që tentohet të bëhet përmes gasifikimit është një përgjegje e shumë ekspertëve të cilë kanë thënë që Kosova nuk ka çka t'i ofrojë Shtetet Bashkuara të Amerikës në interes ekonomik siç është Ukraina. Prandaj po e shihni që nëse kemi 15 miliardë tonë thëngjell, kemi gasifikimin dhe Kosova brenda një viti mund të përdojë afër 32 miliardë metra kub gaz dhe vlera e gazit do të jetë afër 14 miliardë euro brenda një vitit, besoj është një indikator shumë i rëndësishëm. Për hir të opinionit, po e them që dikush mund ta bëjë pyetjen kush interesi amerikan në këtë fushë, e vërteta është që trishtyllat e funksionimit dhe stabilitetit geostrategjik amerikan ndërtohen në dollarin amerikan, në dhanat apo në procesimin e dhanave dhe kuptohet e treta do të jetë dhe është ushtria. Dhe kjo energji e prodhuar eventualisht në Kosovë nuk do të jetë për të eksportuar, por do të jetë për krijimin e data qendrave amerikane në Evropë nga ku do të procesohen dhanat dhe besoj që nëse një projekt i tillë do të kalojë dhe dua të besoj që do të kalojë përkundër asaj që ndoshta do të ketë patriot ambiental që do ta refuzojnë, do të kenë edhe një kontribut shumë i madh në këtë drejtim për të stopuar nga mafia ballkanike në energjisë elektrike, por besoj që është momenti kur duhet më tepër të mundohet të mendohet për shtet dhe ardhmëri sesa për pushtet dhe politikë. Mendoni, Zherka, mendoni që do ta ketë Kosova përsëri këtë mundësi dhe si do ta shfrytëzojë nëse i vije përsëri kjo mundësi? Kjo mundësi besoj që edhe në herën e kalume, kur është arrit një marrëveshje, Trump kryesisht marrëveshjet i ka biznesore në një mënyrë, dhe më thonë financiare. Trump mundet me ofru marrëveshje e cila pse jo mundet me pru edhe këtë projekt për cilin po flasim, po kjo gjithsesi varet për neve edhe sa na kemi gatishmëri që fillimisht me informu institucionet. Dje ndëgjova një deklaratë të një lideri opozitar që tha 99% vitin e ardhshëm ka zgjedhje. Edhe kjo mas parit konfuzon mu si qytetar këtij vendi, lere më dikon që të shesi partner të mundshëm. Dhe normalisht na njëherë kemi mu marrë me këto problemet e këtij fshatit tonë të vogël. Për me mbri mas ne me dalë të diçka serioze që është një marrëveshje e cila nështë na kishte bërë të pavarur në njënë për sektorëve që na vuj mas shumëti. E mundshme është, sa kemi gatishmëri, sa kemi njohuri, kjo mbetet me u pa. Më falë, paradoksi më i madh është se i kemi rezervat e dyta në Evropë, e katërta në botë dhe vitin e kaluar fatkeqësisht, apo çuditërisht Kosova ka importu 6 milion euro vlerë të thëngjillit. Në vitin 2023 ka importu 5 milion e 800 dhe në vend që t'jesh eksportues, do thotë, i energjisë elektrike, që sot dje jo vetëm i varur nga çmimi dhe kjo që po ndodh me energji elektrike, po edhe nga importi i thëngjillit. Definitivisht një paradoks i kohës, por dua të besoj për studentët të ardhmen kjo temë do të jetë për të shqyrtuar në kontekstin se si nuk duhet vepruar dhe jo se si duhet të veprohet me resurset natyrore. Ka qenë një mos profesionalizëm i personave jo të duhur në pozitat të tilla kaq të rëndësishme që ka sjell Kosovën në këtë gjendje sa jemi, saqë është vështirë të dalësh nga ky kollaps që po na pret sa i përket energjisë elektrike? Definitivisht jetojmë në një shtet apo jetojmë në një vend ku vlera intelektuale dhe dinia është mallkim dhe nuk është aset. Dhe gjithë krenohemi që Kosova ka njerëz të ri që kanë kapacitete, mi pas askush nuk i don të ketë nga veti. Politizimi i bordeve dhe meritokracia apo orientimi vetëm në vendosjen në propozita njerëz të politikës, Kosovën e ka prunë një stat të tillë.
Qose ju sot e vendosni një njerit pa ditur në një pozitë 27 vjet ati institucioni varrosni dhe sa ka institucione të tilla në Kosovë. Prandaj nuk duhet kërkohet fajet e tjerë, duhet definitivisht të shikohemi në pasqyrën tonë dhe vetë fakti që në këtë kohë kur e tërë bota është e mobilizuar, vendet më të zhvilluara ekonomike përgatiten për rezerva në rast se do të ketë luftë, ne jetojmë me komoditetin e funksionimit pa qeveri. Do thotë po e shtin që në Kosovë jo vetëm ekonomia, po edhe vetë politika është një formë të një autopiloti apo është një frym organike që zhvillohet vetvetju dhe lind pyetja a i duhet Kosovës qeveria apo mund të funksionojë edhe në këtë mënyrë. Prandaj besoj që kemi shumë çka për të përmirësuar, shumë çka po ja lojmë kohës, po koha nuk kalon, na kalojmë koha mbetet. Është një kohë shumë e vështirë për të qenë pa qeverisje, apo jo? Në këtë moment kur kemi kaq shumë ndryshime të mëdha, kur po vinë shumë ndryshime edhe për plasje për Ballkanin, Kosovën nga të gjitha anët. Atë qysh edhe një qeveri të mundshme, unë po vazhdoj me po sterile, komplet në aspektin e asaj që për një men këtë vend ka hup dëshira edhe ka hup ambicia që me marë projektet të mëdha përsipër. Dhe më thonë se cili projekt që tentativisht dënë me unis, ka me u përballë me një zhurmë mas ti, edhe cili do politikan që e ka marrë këtë iniciativë, ka me u tërhek me njëherë për shkak të presionit publik. E është thani i fundit që na duhet. Do me thonë, në mendimin tem, kryeministri arshëm duhet me marrë që shumë vendime jo popullore, që mas 4 vjetë, nëse i ka 40%, a i duhet me pas 5%. Do me thonë me bloku komplet këtë Kosovë për investimeve cilat duhen me u krym këtë vend. E që kjo të nga mungu mas shumë, që se cili vendim që mirët në këtë vend, mas pari shihet që është ka me ndiku të votat e cilës dhe parti. Po i kalkulojnë votat edhe prirësit e partive politike se në një farë mënyrë edhe po hezitojnë ta krijojnë qeveri? Në rreth parë duhet kuptohet e vërteta që në Kosovë ka shumë politikan, po Kosovë mungon vetëm një burgshtetas. Një burgshtetas që ka guxim që vërtet të mësoj s'pari termin kompromis dhe sakrificë në interes të shtetit. Sot asnjë parti politike, asnjë udhëheqës politik nuk është në gjendje të sakrifikojë pushtetin për të zgjidhur problemet e Kosovës të grumbulluara. Për pushtet janë duke u zvarritur gjithë procesi, mendoni? Lufta më e madhe bëhet për pushtet, jo për interesat të shtetit dhe qytetarëve. Ne kemi raste më të mirë në vitin 2023 ndër shtetet më zhvilluara apo me një rritje substanciale ekonomike, ka qenë Spanja, Italia, Portugalia, po në veçantë Greqia. Dhe Greqia ka rritë një rezultat të tillë falë stabilitet politik që e ka rritë pas marrëveshjes të Ciprasit me zotin Zaev, një marrëveshje e cila i mbylli problemet 23 vjeçare, e hupi pushtetin në interes të shtetit, mi pushteti sot lulëzon. Dhe lind pyetja kush është sot në gjendje në Kosovë të sakrifikojë pushtetin në interes të shtetit dhe qytetarëve. Është një mjerim që e ka katandisur Kosovën, mi po në fundit si e ke popullin e ke dhe pushtetin, vetë fakti që ki parti ose ke pas me më tepër se 50% votues, ki tani vërtet prapë një dukuri të tillë, është koha kur duhet vërtet të rritet presioni dhe për shtet të bëhet më tepër se sa të flitet dhe të mos jetë gjithmonë orientim pushteti dhe pushtetarët të dominojnë, po i një rast dhe mundësi intelektualitetit. Kosova ka, po e theme përgjithësi morale dhe profesionale, aq njerëz mirë, aq profesionistë mirë, sa që shumë shtete ja kanë lakmi, mi po ata nuk vinë në shprehje. Shqiqoni, ku do që të shkojnë për universitete evropiane, amerikane, në tërë botën, krenojnë me intelektual dhe me akademik të shqiptarë që veprojnë atë. Pse ata nuk e kanë këtë shkëlqim në Kosovë? Çka po janë zafrymen vlerës dhe intelektualitet në Kosovë, por besoj që është koha kur duhet të bëhet më tepër, sepse vërtet nuk kemi komoditet të eksperimentojmë me shtet, që është sakrificë e partneritetit, sakrificë e luftës, dhe besoj nuk e ka askush të drejtën sot të cenoj të arritur më të madhe në historinë e shqiptarisë pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë që është Republika e Kosovës.
kjo do të jetë formula e vetme, apo ka edhe të tjera se si do dalim nga kjo situatë, pra që në kryet kemi një burg shtetas, apo si do dalim nga gjithë kjo situatë që jemi aktualisht. Flasim për situatën politike, ekonomike dhe gjitha rrethana tjera. Vetë fakti që në këtë kohë të turbulencave globale e kemi luksin që të kalkulojmë, do të thotë, për koalicione, për pozita, për poste, dhe krejt këto lidhë me tendera dhe me përfitime materiale, është besoj skenimi më i mirë që përshkruan realitetin kryuar në Kosovë. Prandaj vërtet ne flasim për shtet, po politikanët në Kosovë nuk bëjnë për shtet. Është dashur të jetë e kundërta që më tepër të bëhet sa të flitet për shtet dhe për pushtet. Por si duket është krijuar një traditë nga e kaluara, kjo traditë fatkeqësisht po na përcjell, por gjeneratat e reja kur e shohin që nuk ka perspektivë, largohen. Po e them me keqardhje, dallimi mes egzodit dhe ikjes në heshje është diametralisht i kundërt. Më e rrezikshme është sot ikja në heshje se sa egzodi. Egzodi shihet, matet, ndërsa ikja në heshje është mirë, kontinuele dhe askujt nuk i duhet Kosova e zbrazur përveç armiqve të saj shekullor. Definitivisht. Bardh për fund. Nëse isha ndërlidhës edhe një herë të pjesa e tarifave edhe qysh po besoj ka me ndiku, e nashta isha ndërlidhë edhe pak të një video që përqarkullon e kryeministrit ton, kur ka qenë opozit, dhe fleste për çmimet, dhe qysh ka me ullë çmimet. Më thonë 5% çmimi bukës, 10% çmimi vajt, edhe dikush 17% çmimi sheqer. Më fal cent, ka thënë me cent. Pa kurfar analizë mrapa, do të thonë jo që jam ekonomist, që një ekonomi në fakt, po fillova me hulumtu si qysh që to ku i ka marrë që to çmime, edhe pash që kjo din ka qenë veç një farë mënyre e ti që me dalë me një lloj fushate. Kështu pesho edhe zotin Trump me këto tarifa. Do më thonë pash që një ishull i pabanum, ku kishte veç penguin, edhe a ishull ishte taksu, do më thonë 10%. Kështu që këto e bën populizmi, që kjo është çka unë po besoj që me Trumpin kanë me